këshureni mos po I lëviz buzët Saad ibn Abi Waqqasi po bën dua kundër neve edhe shkatërrohemi se duaja ti pranohet. Saadi ta merr një privilegj, ta fiton një nderim nga pejgamberi alayhis salam, duke thënë pejgamberi alayhis salam Saadit, Allahumma stajib li Saadin, o Allah, praneja duat e Saadit. Dhe Saad ibn Abi Waqqasi qysh nga ky moment hyri në kategorinë e atyre robëve të pakt të Allahut Azza wa Jall që duaja I pranohej. Saad ibn Abi Waqqasi me konsenzus të sahabëve dhe të tjerëve ka qenë nga njerëzit që ka pranuar duaja. Dhe ju kanë rujt atij që mos po bën dua ndaj diçkafit apo ndaj dikujt se duaja atij pranohet. Po. Saqë ka ardhur në disa transmetime që një ditë disa sahabë kanë debatu për një çështje me Saadin edhe një farforme sikur se ja kanë lënë fajtor Saadin. Dikush ka thonë këshureni mos po I lëviz buzët Saad ibn Abi Waqqasi po bën dua kundër neve edhe shkatërrohemi se duaja ti pranohet. Dhe kthehen tek ai I thonë kena bu hajgare, na bën halal, fillojnë me marrë me të mirë që mos të bëj dua kundër tyre nejsan, se duaja e Saad ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu ka qenë dua e pranuar.